Mis Prizmës. Sot vendosa të shkoja deri në Tamar. Sigurisht që është kusht edhe është nxehtë, por natyra, e sidomos Cemi, unë kam dëshirë patjetër që mbas ajo të lahem, por të futem Cem se s'bën. Në verë dua të provoj atë ftoftsinë e jashtëzakonshme të një lumi të pastër, një lumi fantastik dhe kanjoneve që ai formon. Dhe rrugës sigurisht që bëra një ndalje edhe në hot. Por përpara se të flas për pikërisht këtë, më duhet që të them diçka interesante për Tamarën dhe për të lavdruar administratoren Florinda Perej. E kam pasur dikur në emision dhe në emision timin u zotua që ajo patjetër të bëjt pamundur që këtë sezon të kishte një, ajo është administratore e Kelmenit me qendrën e Tamar, të kishte zonat, pjesët turistike të Tamarës, por në përgjithësi nga atje ku fillon zona administrative e saj edhe deri në Kelmen, po themi deri në Vermosh, t'ishte pastërti edhe me të vërtet, pam shumë turist, pam çek, polak, gjerman, italian, me motorra, me makina, me bicikletë, edhe me bicikletë, pam i çift në bicikletë, po ngjiste maloren, sipër në qaf. Gjithë ato tornante të kthesat aty fantastike për të shkuar në Tamar. Një turizëm i cili sigurisht nuk ka të krahasuar me vitet e dikurshme. Por nuk ka të krahasuar me vitet e dikurshme dhe me punën e mirë që ka bërë Florinda, me punën e mirë që ka bërë sigurisht administratoria, pjesë e asaj administrate të vogël, sado të vogël, dhe këtu shoh edhe dallimin e madh të dy përzgjedhjeve të Edi Ramës. Shoh një përzgjedhje, një demelhane vetëm për vete si Mariana Koçeku, dhe tashmë e bler e paguar nga e majta e them thojza gjithmonë, por në funksion të saj me të majtën më radikale të Evropës, më marksiste po themi të Evropës, dhe shoh një administratore si Florinda Perej që punon gjithë ditën dhe nuk ankohet, po punon pastron. Dallimi midis dy femrave grave është se njëra është llapazane demelhane, dhe quhet Mariana Koçeku, ju dhanë gjitha mundësitë e pameritume, dhe një tjetër është një vajzë, një grua, një administratore fantastike si Florinda Perej, e cila sigurisht ka bërë punën më të shkëlqyeshme ndonjëherë që mund të ketë bërë një administrator komun, po themi administrator i Kelmendit. Bravo të qoftë Florinda, të lumt. Turizmi këtë kërkon. Sigurisht që ka për të bërë punë, por ama atje kam pa një zhvillim të pa njohur deri tani në kohën e sotme. Këto ishin fjalët për turizmin, për ngjitjet, për rrugën e bukur të mrekullueshme nga, po themi nga Hoti, te leqet e Hotit edhe sipër, pastaj edhe në Tamar edhe për të shkuar akoma më lart deri në Vermosh. Edhe njëherë, fjalët më të mira për pastërtinë, për rregullin, për kazanat e plera shpërndare, për një lloj disipline, pastaj ajri i pastër, Cemi, ushqimi, gjitha këto nuk kanë nevojë se aty janë njerëzit fantastik. Por sigurisht kjo duhet vendosur e para, raporti me natyrën. Ka që e thyen shumë, ka që vazhdojnë hedhin, por ata do hedhin, sa do hedhin, do pastrohet, dikur do të mësojnë edhe ka për të ngjarë akoma më shumë me Zvicrën. Të lumt Florinda, të lumt. Tash po filloj për atë muze që nuk e kisha parë. Muzeun e Baraktarit Hotit, Çormulës. Në vitin 2014, kur isha drejtori i DRKK-s bashkë me Toninin, Marinaj, shkojmë një ditë për ta vizituar edhe po përgatitja dokumentacionin, dhe Tonini kishte idenë për ta trajtuar, për të investuar, sepse sigurisht ndërtesa po rrënohej. Dhe normalisht çova disa prej edhe projekteve edhe planeve për ta
për ta mirëmbajtur në fillim, pastaj për të bërë edhe një plan të madh, i cili përmbledh restaurimin edhe kthimin në muze. Nuk më rrita sepse sigurisht u ndrova punë, kalova në një detyrë tjetër në Ministri të Kulturës, por sigurisht që më erdhi keq. Këtë punë e kanë mbaruar tash bashkëdhetarët në Amerikë, po edhe këtu, edhe biden tuz, edhe në Shqipëri, po sidomos ata që janë jashtë, duke krijuar një muze i cili duhesh bërë, po duke restauruar shtëpinë. Quhet kull, në fakt është një shtëpi. Kull i thonë, por nuk është kull. Realisht ajo ishte një shtëpi e cila i ngjante edhe shtëpia në Shkodër. Thonë kulla Bayraktarit, po ishte shtëpia e Bayraktarit. Dhe tani kishin bërë një investim i cili duhet lavdëruar. Sigurisht e mira nuk ka fond. Aty ishte edhe një vajzë që e prezantonte shumë e dashur, shumë e gjindshme, shumë mikpritse, dhe bravo i qoftë, i lumt. Dhe pam edhe dhomën e Bayraktarit, dhomën e burrave, sigurisht dhomën e fratit, hyrjet nga më të ndryshme, dikur i kujtoja sepse ajo ka qenë shkollë. Ishte edhe sallën e mësuesve kur ka qenë, edhe sallën e drejtorit, që korrespondon salla e drejtorit me ajo drejtoria me dhomën e Bayraktarit Hotit. Çulmula është një emër jashtëzakonshëm, edhe nuk e di pse e kanë lënë masdorët, sepse edhe partia nuk është se nuk e, po themi koha e PPSH-s, diktatura, nuk është se atë, po lidhjet pastaj ishin të ndryshme dhe sigurisht ata nuk e vlerësonin. Ka qenë shkollë, ka qenë normalisht. Tashti ato donacionet e shumë bashkëdhetarëve tonë ishin të shkruara, e kanë kthyer në muze dhe kanë bërë një nga veprimet më fantastike të mundshme për Malsinë, sidomos për atë zonë. Është vetmja pjesë përfaqësuese. Këtyre burrave dhe grave, po atyre burrave që kanë financuar, ju duhet thënë një ju lumt, një bravo e madhe. Ju lumt sepse sigurisht nuk mund të bëhet gjaku ujë edhe njëkohësisht ka ardhur një ditë që duhen respektuar të gjithë. Muzeu patjetër që mund të bënte, po nuk kanë tepruar shumë element, reperte po themi. Se prezantimi edhe didaktika janë jashtëzakonisht mirë, aty mësohet historia. Mungohen repertet, po kështu është, shindash rujtur ka herë. Në përgjithësi duket mirë, nuk është keq, është jashtëzakonisht mirë. Për mua është nder që çdo kush që të na lojë të marrë vesh historinë. Edhe aty e merr vesh historinë atë muze. Prezantohet gjithë Malësia, prezantohet treva patriotike e Malësisë. Kanë bërë një punë fantastike. Mas kësaj, keni tash duke parë edhe pjesë të fotografisë, jo di kthejnë video normalisht, të asaj vizite që bëra, të atij muzeu, edhe të vetes time, do më shihni edhe mua patjetër atje, merrni edhe një narrativ timen për Bayraktarin e Hotit, Çunmula. Ndiqeni. Çunmula, Bayraktari i Hotit dhe simboli i qendresës së Malësisë së Madhe. Në historinë kombëtare shqiptare ka figura që kanë mbetur të pavdekshme, jo vetëm për trimërinë në fushën e betejës, por edhe për mençurinë, autoritetin moral dhe për kushtimin ndaj mbrojtjes së trojeve shqiptare. Një ndër këto prijës është padyshim Çunmula, rreth 1818-1896. Bayraktari legjendar i Hotit, një nga personalitetet më të shquara të Malësisë së Madhe dhe një prej udhëheqësve më të rëndësishëm të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ai përfaqëson tipin e prisit tradicional shqiptar, tek i cili bashkoheshin burria, besa, drejtësia dhe ndjenja e lartë kombëtare. Hoti, fisi i cilit i përkishte Çunmula, ishte një nga bajrakët më të fuqishëm të Malësisë së Madhe. Për shekuj me radhë ai kishte ruajtur autonominë e vet, zakonet e kanunit dhe organizimin tradicional. Familja e Çunmulës, e njohur si Luzgjonaj, trashëgonte prej brezash detyrën e Bayraktarit, një funksion që nuk kuptonte vetëm mbajtjen e flamurit në luftë, por dhe përgjegjësinë për mbrojtjen e popullit, pajtimin e gjaqeve dhe drejtimin e kuvendeve të fisit. Emri i Çunmulës lidhet pazgjithshmërisht me periudhën dramatike të viteve 1878
dhe 1881 kur Kongresi i Berlinit vendosi të jepte Malit Zi territore shqiptare, ndërto Hotin dhe Grudën. Ky vendim u prit me kundërshtim të fuqishëm nga shqiptarët, të cilët organizuar në lidhjen shqiptare të Prizrenit për të mbrojtur integritetin e trojeve të tyre. Çun Mula ishte një nga delegatët e marxisë në lidhje me një nga ndërkomandantët më të njohur të forcave vullnetare shqiptare. Në udhëheqjen e tij marxor dhe Hotit u shndruan në një forcë të disiplinuar dhe vendosur. Ai organizoi mbrojtjen e kufirit, bashkëpunoi me prisë të tjerë të njohur shqiptar dhe mori pjesë në betejat kundër forcave malazeze që synonin pushtimin e trojeve shqiptare. Qendresa e Hotit dhe Grudës u bë simbol i vendosmërisë së shqiptarëve për të mos pranuar coptimin e vendit. Në këto përleshje, Çun Mula u dallua për aftësinë ushtarake, guximin personal dhe autoritetin që gëzonte te marxorët. Megjithatë, madhështia e tij nuk qëndronte vetëm në trimërinë ushtarake. Ai ishte një burr kuvendi, i njohur për urësinë dhe aftësinë për të bashkuar fiset. Në momentet më të vështira, ai bashkonte gjithmonë shqiptarët. Në një kohë kur ndarjet fisnore mund të dobësonin qendresën kombëtare, Çun Mula kuptoi se vetëm uniteti mund të garantonte mbijetesën e shqiptarëve. Ai u bë një urë lidhëse mes traditës së kanunit dhe ideve të reja të rilindjes kombëtare. Figura e tij ka zënë vend të rëndësishëm në letërsinë shqiptare. Atë gjergjfishta në kryeveprën Lahuta e Malësisë e përjetësoi Çun Mulën si një nga prisit më të lavdishëm të Malësisë, duke e paraqitur si mishërim të besës, trimërisë dhe krenarisë shqiptare. Përmes vargjeve të fishësh, emri i tij u bë pjesa e ndërgjegjës kombëtare dhe kaloi nga historia në legjendë. Çun Mula jetoi në një kohë kur shqiptarët ende nuk kishin shtetin e tyre, por ai e kuptoi se mbrojtja e tokës, gjuhës dhe zakoneve ishte hapi i parë drejt krijimit të një kombi të lirë. Ai nuk luftoi për pushtet personal, por për mbrojtjen dhe identitetin dhe dinjitetin e popullit të tij. Kjo është arsyeja pse ai vazhdon të nderohet si një prej figurave më të mëdha të Malësisë madhe. Vdekja e tij në vitin 1896 shënoi fundin e jetës së një prisi të madh, por jo fundin e ndikimit të tij. Trashëgimia e Çun Mulës vazhdoi të frymëzonte brezat që luftuan nën kryengritjen e viteve 1910-1912 dhe në përpjekjet për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Emri i tij mbeti sinonim i besës, burrisë dhe dashurisë. Sot Çun Mula kujtohet si një nga shtyllat e historisë shqiptare. Ai është një udhëheqës që dinte të luftonte me armë, por të fitonte me mençuri. Në figurën e tij bashkohen tradita e Malësisë, ideali i lirisë dhe vetdia kombëtare që çoi drejt shtetformimit shqiptar. Për këtë arsye, ai mbetet një ndër personalitetet më të ndritura të historisë së Shqipërisë dhe një simbol i përjetshëm i qendresës shqiptarëve për liri dhe dinjitet.